tjera që pritin mbrana 48 orëve, mirë po në këtë rast do duhet, sidomos do duhet koordinuar qeveria kujdestare të cilën në detyrë, do duhet koordinohej me Kekun, do duhet koordinohej me Keskun, do duhet me Kecin, edhe do duhet me Zëren faktikisht, patjetër do duhet koordinohet në ta ketë një plan kombëtar urgjent, në mënyrë që këto çështje të rregullohen, edhe është e vërtetë që është një çështje në kohët fundet e ndihshme, edhe sidomos se tarifat që është ngritur 16.10%, pastaj liberalizimi i tregut të lirë pa u kriju parakushte dhe kushte të domosdoshme në mënyrë që të jenë tregun e lirë, edhe protesta e tarifate, nëse vazhdon kështu faktikisht sepse kapacitetet prodhuese sipas informatave statistike dikon 500 deri 700 megawatt domethënë prodhohet mirë, po kërkesat janë më të larta. Pastaj pasi ka kërkesa më të larta faktikisht në momentin kur ka kërkesa ngritën ato tarifat, edhe kjo është papranueshme deklarata e Keskut sepse ka thënë prej nesër do duhet që të importohet. Nëse importohet, domethënë sipas dhënave dhe parametrave dhe informata të cilët janë në terren, domethënë në vendet e Ballkanit atëherë është ndikon megavati është 130 deri në 200 euro, domethënë atëherë nëse aplikohet kjo nuk funksionalizohet faktikisht kapacitetet e prodhuese, nuk zgjeron kapacitetet e prodhuese, këto do duhet që automatikisht ngrisin prap tarifat e energjisë elektrike, do të bëhet edhe kaos më i madh, do ta vështirëson jetën të bëjë biznes, edhe ashtu kështu është e kanë vështirësuar edhe liberalizimi që po synohet në treg të lirë, domethënë dikun absent licencuar dikun 22 operatorë. Më pas për të dalur edhe tek dalja në treg të lirë për biznesin me qenë se edhe ky njoftim që sa të ka bërë Kesko i prek dhe i alarmon të gjithë edhe qytetarët e biznesit, mirë po për të pas kështu një nisje të emisionit, s'ma ki që si e shën një avokat, një mos koordinim të deklaratave mes dy institucioneve, si që është Kek dhe Kesko. Po gjithmonë kur ka kontradikt ndërmjet deklaratave për një çështje të njëjtë, pra identike, konsiderojmë që fshehet dikush prapa skenarit për ta lënë Kosovën pa energji elektrike, dhe unë mendoj që ma nuk është as sekret, po është sekret publik, pra dini edhe zogjet e malit që nga bllokimi i kontur globalit kur ka ardhur kjo qeveri, Kosova ka rënë në ndikimin e mafisë energjetike ballkanike, dhe prej atëherë deri më sot, pra unë besoj Kesko si blerësi rrymës nga Keku, që Keku nuk po prodhon rrymë, dhe nuk i besoj Keku, sepse Keku është në hetime korruptive, ish kryeshefi Nagib Krasniqi, mandej e kemi dorën e zgjatur të qeverisë ku bordi, sepse unë kam punuar vetë në ndërmarrje publike dhe me ligjin për ndërmarrjet publike edhe proces verbalet e bordeve duhet të vendosen edhe faqe, prandaj ju si gazetar, se aktualisht qeverisë kemi, si deputeti Albin Kurti, si deputeti Lumer Abdigjiku, si deputeti Memli Krasniqi duhet të shkojnë në Kek, të kërkojnë llogari, kush është ai bord, kush ka qenë përgjegjës që mos të bie një blok apo të bie një blok, kush ka qenë përgjegjës që mos të bëhet një rregullim apo një riparim teknik. Unë di edhe për më herët që kontratat më të mëdha ndërkombëtare për rinovimin apo riparimin e blloqeve të Kekut janë nga si më thon ndërmarrjet më të forta botërore siç është Alstomi, prandaj janë harxhuar miliarda dhe miliona euro dhe sot kemi një kollaps energjetik në vitin 2025, konsideroj edhe si cenim të sigurisë publike, cenim edhe të sovranitetit edhe si sabotim, ndoshta janë edhe qarqet anti-Kosovës duke punuar që Kosovën ta vendosin, sepse kur nalet rryma apo kur s'kemi rrymë dhe varemi nga shtete tjera, në mënyrë automatike humbim edhe sovranitetin. Pra sot edhe FSK-ja dhe policia janë të rrezikuar sepse nuk kanë rrymë stabile, nuk janë të sigurt se ka rrymë, për Kforin e dim që Kfori e ka rrymën, domethënë të e bën vet, dhe kjo nën kupton që unë meqense se nuk po ka politikaj të përgjithshëm dhe deputet të përgjithshëm dhe jemi në ndikimin e mafisë energjetike në Ballkan, ne vetëm shpresë kam që prokurori special ose prokuroria speciale sonte të shkojë në Kek edhe të mos shkojë të caktuar nga
kryeprokurori në detyrë që është Besim Kelmendi ta caktojë një prokuror sonte apo një ekip të prokurorëve dhe të shkojnë në kek të shohin se çka ka ndodhur, ku janë ato mbledhje, a ka çu dikush në email, sepse është sistemi i ngritur brenda ndërmarrjes publike, është departamenti, është